Përshëndetje Berati. Përshëndetje Zonja dhe zotrinj, demokrat dhe demokrate. Përshëndetje doktor Berisha, mirë se u rikëthyet në Berat. Në Beratin e traditës, kulturës, në Beratin e 1 dritareve, në Beratin që do të bëhet madhështor pas 11 majit. Tani, përpara se të vazhdoj me pjesën tjetër të fjalimit, kam një pyetje për ju. Do ta bëjmë Beratin madhështor apo jo? Çfarë numri do të votojmë më 11 maj? Tani, sot gjithashtu kemi mes nesh edhe një mik shumë të dashur, kemi këshilltarin e kryestrategut amerikan Chrysler Civitas, zotin Philip Griffin. Tani, ju ftoj të nderojmë himnin kombëtar. Fjalë për rinin, kështu që eftoj në skenë. E mirë presi me një duar trokitje. I nderuar doktor Berisha, lider i opozitës, të nderuar kandidat për deputet, drejtues të Partisë Demokratike, të nderuar miq, unë jam Thomas Bojaxhi, 27 vjeç lindur dhe rritur në Berat. Sot, flas përpara jush, si përfaqësues i rinisë beratase, si një djalë i një familje beratase që jeton jetën e saj çdo ditë në realitetin e vështirë të Beratit. Sot flas në emër të saj sa të rinjve të Beratit, që kanë lënë prindrit e tyre këtu në kërkim të një jete më të mirë në Tiranë, Europë e mëtej. Sot flas gjithashtu si një djalë që ndodhem në dilemën më të madhe të jetës time. Të përpiqem të ndërtoj me shumë vështirësive jetën time këtu, apo të largohem dhe të lë familjen time, prindrit e mi të vetëm. E di që nëse zgjedh alternativën e parë, do të përballem me shumë vështirësi. Berati nuk është më vend për të rinjt. Të gjithë po ikin, madje dhe ata që po qëndrojnë, mendjen e kanë të ikin. Kjo, sepse vende pune nuk ka. Dhe ato që janë kontrollohen tërësisht nga pushteti qendror dhe vendor. Dhe kjo nuk është zgjidhje. Nëse iki dhe largohem, do të lë përfundimisht prindrit e mi të vetëm dhe do të braktis qytetin tim, më të bukurin dhe më të mirin për mua. Kjo është dilema më e madhe që kam bërthyer sot rinin dhe familjet e Beratit. Kështu nuk mund të jetohet, kështu nuk mund të vazhdohet më tej. Të gjithë e ndjejmë që ndryshimi është i domosdoshëm, të gjithë po bërtasin për ndryshimin. Të gjithë duhet ta përqafojmë ndryshimin dhe me vullnet dhe të mirë dhe me shumë dëshirë për punë, Berati dhe e gjithë Shqipëria mund të kthehet një vend ku të rinjt, ku familjet, ku secili të ndërtojmë me ndeshmëri të ardhme dhe jetën e tij. Kaq po kërkojmë dhe kjo mendoj se është gjëja më normale në botë. I nderuar doktor Berisha, unë ju kam dëgjuar ju teksa flisni për rinin, largimin e saj, shpopullimin dhe varfërinë. Po, keni të drejtë, është një sëmundje që po e than Shqipërinë, po e çon atë në koma, por zgjidhje tjetër veçse të luftojmë që kjo mos të ndodh, ne nuk kemi. E pra sot, unë jam këtu dhe për të thënë që unë nuk dorëzohem, që rinia nuk dorëzohet kur, sepse shpresa është ajo që ne rezatojmë. Qeveria juaj e ardhshme
duhet të trajtoj me prioritet absolut këto shqetësime të mëdha dhe të na bëj ne rinin pjesë të zgjidhjes së këtyre shqetësimeve. Ne kemi nevojë që ju ta trajtoni këtë çështje me shpejtësi dhe eficiencë dhe të kthejmë fillimisht shpresën dhe më pas të mundësojmë ndryshimin. Ne besojmë se ndryshimi sapo ka filluar. Në 11 maj ne i kemi marrë vendimet tona. Duke votuar numri 1, ne votojmë për të ardhmen e Shqipërisë. Në 12 maj, juve ju pret një përpjekje e madhe për të kthyer në realitet ato që ju premtoni. Mos na lini vetëm, sepse ju keni të gjithë mbështetjen tonë. Ju faleminderit, fitore. Nga Berati do t'japim sot edhe një mesazh për arsimin dhe këtë mesazh do vit na japi zoti Kreshnik Kurti. Përshëndetje të gjithëve, demokratë dhe demokrate, të gjithë përfaqësues të Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Përshëndetje i nderuar profesor doktor Sali Berisha, kryetari i Partisë Demokratike dhe kryeministri i ardhshëm i këtij vendi. Edhe 5 ditë kanë ngelur. Kamët nuk duhet na zënë dhe duhet të trokasim der më der, shtëpi më shtëpi, dhe duhet të takojmë cilin do i cili ka të drejtë vote. Dhe t'i themi se sot nuk votohet vetëm për Partinë Demokratike, sot votohet për Shqipërinë. Shqipëria është në një udhëkryq, Shqipëria është në rrezik dhe fati e ka dashur që gjithmonë këtë vend ta nxjerrë nga rreziku Partia Demokratike e Shqipërisë. Një aleancë madhështore që do ta kthejë këtë vend në Shqipërinë madhështore. Arsimi, të cilin unë kam profesionin tim, është një nga fushat e cila nuk ka nevojë për reforma, ka nevojë për transformim rrënjësor. Arsimi ka vajtur në pikjat, në pikën e tim më të fundit. Jemi renditur të fundit në krahasojmë dhe jemi baras me autoritetin palestinez. Jemi shumë poshtë nga atje ku e lam. Dhe duhen transformime rrënjësore në këtë fushë. Por nuk është vetëm arsimi. Ata që kërkojnë të votojnë numrin 5, ata e kanë çuar vendin në të gjitha fushat në pikjat. Shëndetësia është në fund, arsimi në fund, familjet janë bërë copa, fëmijët u kanë ikur, plejt që kanë ngel vetëm, a ka shanse ky vend të ribëhet? Sigurisht që po jo me të njëjtin njeri që për 12 vjet e groposi këtë vend. Për një njeri i cili për 12 vjet largoi dhe ka krijuar këtë hemorragji njerëzore, e cila vazhdon të mos ndalet. Prandaj, unë kam një thirrje, të gjithë së bashku, edhe këto 5 ditë, t'i bëjmë thirrje kujtdo që ka të drejtë vote, të votojë për Shqipërinë, të votojë për numrin 1, fitore Aleancës së Shqipërisë Madhështore. Shumë faleminderit zoti Kurti. Tani kam kënaqësinë t'i jap fjalën kryetarit Partisë Republikane, zotit Fatmir Mediu. Të dashur motra dhe vëllezër të Beratit, i dashur doktor Berisha, të nderuar kandidat për deputet, të nderuar miq. Kur po vija, pash një spot Partisë Socialiste, i cili thoshte që shqiptarët ka nevojë për shpresë. Pra dhe socialistët pas ka nevojë për shpresë. Po kush e ka humbur shpresën në këtë vend? Shpresa në këtë vend ka humbur nga një njeri i vetëm, i cili shan për buzë fyen qytetarët e vet, dhe ky njeri e ka emrin Edi Rama. Dhe ata e kërkojnë shpresën tek Edi Rama. Ne shpresën e gjejmë te shpirti i lirë dhe dinjiteti i qytetarëve të Beratit dhe të mbar Shqipërisë. Shqipëria, të dashur motra dhe vëllezër, është në udhkryq, por ne duhet japim përgjigje këtij realiteti. A do pranojmë një kryeministër që tallet, fyen për buzë qytetarët dhe i shikon ata vetëm si numra?
do pranojmë një kryeministër delirant që mendon se mbi të nuk ekziston askush tjetër, i cili gëzohet kur njerëzit vuajnë dhe largohen nga Shqipëria. Një kryeministër i cili largoi qëllimisht 1 milion shqiptar që të kontrolloj, të uzurpoj dhe manipuloj jetën e shqiptarëve. Në vitin 1991, të dashur motra dhe vëllezër, 300.000 shqiptar në sheshin Skënderbej pan krah në krah ish sekretarin James Baker me zotin Berisha. Dhe dua të kujtoj fjalët e tij. Ai thot, liria funksionon. Më në fund ju shqiptarët jeni të lirë të flisni atë që mendoni. Më në fund jeni të lirë të zgjini udhëheqësit tuaj. Shqiptarët kanë zgjedhur të i bashkohen shoqërisë njerëzve të lirë të gjithë botës. Mirë se vini, të dashur shqiptarë, në shoqërinë e burrave dhe grave të lira, ashtu siç e kërkon vetë Zoti. Ne jemi me ju dhe ju jeni me ne. Por pyetja shtrohet mbas kaq vitesh. Kush është ai i cili do të na mohojë fjalën e lirë, do të na mohojë dinjitetin? Njeriu i cili kërkon, na mohojë mundësinë për të votuar dhe për të zgjedhur. Ky është vetëm është Edi Rama. Dhe si asnjë tjetër në historinë e Shqipërisë demokratike, por dhe të vendeve tjera, edhe sot bëri thirrje që kush nuk voton për mua, më mirë të mos votoj. Ky njeri jo vetëm manipulon, po ka frikë nga vota. Prandaj vota juaj në datën 11 maj është dinjitet, është liri, është shpresë, është Berat madhështor dhe Shqipëri madhështore. Presidenti e asaj kohe, Sali Berisha, ishte i pari në historinë shqiptare që vizitoi Shtëpinë e Bardhë në vitin 1992, i ftuar nga presidenti George Herald Bush. Dhe atje vendosën së bashku vijat e kuqe për Miloševićin. Po në vitin 1995, i ftuar nga presidenti Clinton, ishte në Shtëpinë e Bardhë 2 herë se asnjë politikan tjetër rajon e Ballkanit. Në vitin 2007, në Tiranë, për herë të parë, presidenti amerikan vinte dhe në krah të kryeministit Berisha deklaronte 2 gjëra madhështore: Shqipëria NATO dhe Kosova e pavarur. Këto ishin 2 arritjet më të mëdha në historinë tonë kombëtare. Në vitin 2009, presidenti Obama i dorëzonte kryeministit Berisha antarësimin zyrtar në NATO. Këto janë momente madhështore, dashur motra dhe vëllezër. Janë historia juaj, e mundit, e punës, e përkushtimit dhe angazhimit tuaj. Por në të gjithë të histori, Edi Rama nuk ka pas asnjë kontribut dhe asnjë shenjë, dhe prandaj donte ta fshinte këtë pjesë të historisë, për të krijuar një histori të Edi Ramës, se për të nuk ka histori të shqiptarëve, nuk ka të ardhme të shqiptarëve, por vetëm të pushtetit të tij dhe të Edi Ramës. Prandaj përdori çdo mekanizëm për të shkatruar opozitën, për goditur doktor Berishën dhe për të shkatruar marrëdhënien me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por ja ku jemi sot, me miq tan amerikan në krah, në çdo moment, jo vetëm fushatës tonë, por dhe në angazhimet tona. Presim qëndrime, veprime të tjera në mbështetje të Shqipërisë dhe të shqiptarëve të opozitës nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ashtu si në Valencia, të gjithë partitë popullore europiane deklaruan që nuk mund pranojnë një kryeministër i cili nuk njeh kushtetutë dhe ligj, nuk respekton qytetarët e vet dhe manipulon zgjedhjet. E pra sot ne jemi me Europën, jemi me Shtetet Bashkuara të Amerikës, kurse Edi Rama ka ngelur vetëm me klubin e zullumit për të vjedhur dhe varfëruar shqiptarët. Motra dhe vëllezër, 12 vjet pam rënimin e Shqipërisë nga Edi Rama. Çmimet në Shqipëri janë më të shtrenjta. Shqipëria dhe shqiptarët janë më të varfër. Pagat e pensionet më të ulta. Janë larguar mbi 1 milion shqiptar. Është coptuar familja shqiptare. Prandaj, vota juaj është më e rëndësishme se çdo gjë tjetër. Votoni, sepse pa votë dhe pa liri dhe pa dinjitet nuk mund të ketë jetë. Vota juaj për numrin 1, Aleancën për Shqipërinë Madhështore të Partisë Demokratike, është votë për të mundur varfërinë ekstreme në 100 ditë, për të rritur pagat e pensionet, për një mundësi të re për biznesin e fermerët. Zoti na ka dhënë forcë
për ta mbajtur kokën lart. Zoti na ka dhënë liri për të pasur dinjitetin ton, të luftojmë të keqen, motra dhe vëllezër, të luftojmë për njerëzit, për familjen, për Beratin, Shqipërinë dhe për kombin ton. Dhe arma më e fuqishme kundër çdo sistemi të kalbur dhe të korruptuar është vota juaj, është dinjiteti juaj, është liria juaj. Kjo është forca juaj. Mos e shisni votën. Mos lejoni të blihet vota, se nuk shitet djersa dhe mundi prindërve tanë. Nuk shitet dhe nuk blihet e ardhmja e fëmijëve tanë. Nuk shitet dhe nuk blihet e ardhmja e Beratit e Shqipërisë. Le të bashkohemi ne, motra dhe vëllezër, në emër të besimit në Zot, të dinjitetit dhe të lirisë, t'i japim një premtim prindërve tanë dhe fëmijëve tanë, se ne kur nuk do ta pranojmë trajtohemi si njerëz dorës dytë nga Edi Rama, dhe kjo fillon me votën tonë në 11 maj. Zoti ju bekoft ju, Zoti e bekoft Shqipërinë. Fitore! Tani, unë do të them emrin e folësit që do të vinë në sken, por dua që njëkohësisht ju të duar trokisni. Kam kënaqësinë të ftoj këshilltarin e kryestrategut Krisla Sivita, Mr. Philip Griffin. Good evening. Mirëmbrëma. I bring you greetings from America. Ju sjell përshëndetjet nga Amerika. And I'm here to tell you that America cares very deeply about what is happening here in Albania, and especially about the elections coming up this Sunday, May 11th. Dhe jam këtu për t'ju thënë se Amerika është shumë interesuar për çfarë po ndodh në Shqipëri dhe konkretisht për zgjedhjet e 11 maj të dielën. Albania is at a crossroads. Shqipëria ndodhet në një udhkryq. History will write who did what during these elections. Historia do të shkruajë se kush bëri çfarë gjatë këtyre zgjedhjeve. Now, we made a little history in America in November of last year. Maybe you heard something about it. Ne ndryshuam historinë në Amerikë në nëntor të vitit kaluar, mbas e keni dëgjuar. The socialists in America used the legal system to try and destroy Donald Trump. Socialistët në Amerikë u përpoqën me anë të sistemit ligjor të shkatrojnë Donald Trumpin. But Donald Trump and the American people said no and beat them back. Por Donald Trump dhe populli amerikan tha jo dhe imposhti. And now I hear that the socialists here in Albania are trying some of those same tricks. Dhe tani kam dëgjuar si socialistët këtu në Shqipëri po përpiqen të përdorin po të njëjtat marifete. But they won't be successful here. Por nuk do t'ja dalin ban këtu. Dr. Berisha will not stop fighting to take Albania back from the corrupt politicians and the narco traffickers. Doktor Berisha nuk do të rreshtë së luftuari për ta marrë Shqipërinë nga duart e politikanëve të korruptuar dhe nga narkotrafikantët. Dr. Berisha won't stop fighting to create a prosperous Albania where Albanians can have good jobs and not feel the need to emigrate. Doktor Berisha nuk do të rreshtë së luftuari në mënyrë që Shqipëria të ketë mundësira për punë të mira dhe të rinj të mos ju duhet të emigrojnë. Dr. Berisha is on a mission. Doktor Berisha ka ndërmarrë një mision. Now, I've been involved in politics 40 years. Unë kam qenë i përfshirë në politikë për 40 vitesh. I have never seen anybody work as hard as Dr. Professor Berisha. Nuk kam parë askënd të punojë aq fort sa profesor doktor Berisha. But I have an important message for you.
Dhe kam një mesazh me rëndësi për ju. Dr. Berisha can't do this alone. Doktor Berisha nuk mund t'ja dali vetëm. Now is the time for all of you to do your part. Tani është rada juaj që të bëni rolin tuaj. Now, when you go vote on May 11th, this coming Sunday, you need to take your family, your friends, your neighbors, everybody you know. Kur të shkoni për të votuar këtë të diel me 11 maj, merrni me vete familjarët, fëmijët, miqtë tuaj, çdo kënd që e njihni. And if you do that, I promise you, fitore, fitore, fitore. Dhe nëse e bëni këtë, ju premtoj fitore. Faleminderit. Tani kam kënaqësinë t'jap fjalën drejtuesit politik të qarkut Berat, zotit Eno Bozdo. I nderuar lideri i opozitës, doktor Berisha, mirë se erdhën në Beratin madhështor. Nderuar kandidat për deputet Partisë Demokratike, nderuar drejtues të degëve të strukturave Partisë Demokratike, miq, zonja e zotrinj. Edhe 5 ditë në ndajnë nga zgjedhjet më të rëndësishme të 3 dekadave të fundit. Në të gjithë historinë e pluralizmit shqiptar, me përjashtim të zgjedhjeve të vitit 1991, këto janë të vetmet zgjedhje ku nuk garojnë e majta apo e djathta. Por përcaktojnë nëse Shqipëria do të hyjë apo jo në radhën e kombeve të civilizuara, që refuzojnë grabitjen e vendit, që refuzojnë korrupsionin si model jetese, që nuk pranojnë banditët si qeveritar, që nuk pranojnë arrogancën e pushtetit, arsimin që nuk e kanë, shëndetësinë që nuk ekziston, infrastrukturën e rënuar, por me kurajo votojnë alternativën tonë dhe japin rrugë Shqipërisë madhështore. Të nderuar qytetarët Beratit të gjithë Shqipërisë që na ndjekin, zgjedhja është e jona. Vota është e paprekshme, për këtë dalim garant ne. Por kur të vi çasti i votimit, duhet jemi të sinqert me veten. Si kanë qenë këto 12 vite të fundit? A kemi më shumë apo më pak para për ekonominë tonë familjare? Si ndjehemi kur na trajtojnë si qytetar të dorës së dytë në vendin tonë? Si ndihen mësuesit kur i detyrojnë të dalin në mitingjet e Edi Ramës sepse ndryshe humbin vendin e punës? Po kur bëjnë mësim në klasa të zbrazura se fëmijë dhe të rinj nuk ka më? Po kur marrin pagën e tyre që nuk u del? Si ndihen mjekët kur spitali është bosh, pajisjet nuk punojnë, ilaçe s'ka dhe muret janë të rënuara nga lagështira? Si ndihen kur i përcjellin pacientët në Tiranë se këtu nuk kanë mundësi t'i kurojnë? Si ndihen pensionistët me një pension që s'del as edhe për ilaçe, edhe kur këto janë skaduara? Po nuk e hapin do të ngrohsin në dimër se energjia kushton shumë. Si ndjen ata që punojnë administrat kur detyrohen me forcë t'i japin pëlqim çdo postimi qesharak të shefit tyre socialist? Po kur i përdonin si mushës në numrash në mitingjet e Edi Ramës? Si ndjen zonjat që punojnë në industrinë fason? Kur Edi Rama deklaron se kësaj industrie i ka kaluar koha dhe duhet e gjitha që të mbyllet? Si ndjen ata që prej 12 vitesh janë gënjur legalizimin e shtëpive dhe tani po i gënjejnë përsëri në këmbim të votës? Po atyre që ujqët kempi, pse janë demokrat? Si ndihen fermerët kur fëmijët u kanë ikur dhe nuk ja vlen më bara të punosh tokën tënde se llogaria nuk del? Si ndihen prindrit pa fëmijë, familjet e braktisura, sepse të gjithë kanë ikur dhe po ikin jashtë për një jetë më të mirë? Si ndihet biznesi i vogël kur qyteti nuk ka më njerëz dhe xhiro nuk u del as për të paguar taksat vjetore të bashkisë që janë trefishuar? Po kur ju vendosin gjoba për t'ju rrjepur apo falimentuar, si ndiheni? Si ndihemi në gjithë kur nuk na trajtojnë si njerëz, po si qenie pa identitet? Pse duhet ne t'i nënshtrohemi një të keqe kaq të madhe? Kujt ja kemi borxh? A vlen nënshtrimi me çdo kusht?
A mund të jetohet kjo jetë në frikë të pafund? Këto janë pyetjet që secili prej nesh duhet i bëj vetes, ndërsa hedh votën e tij në 11 maj. E pra, në 11 maj ne zgjedhim në nështrimin apo çlirimin ndaj të keqes më të madhe. Në 11 maj ne do të votojmë pikërisht për këtë. Me votën tonë do të zgjedhim dinjitetin ose në përkëmbjen pafund. Miq, zgjedhja është e jona. Një zgjedhje të tillë e kemi bërë në dhjetor të vitit 1990. Një dhjetor i dytë kësaj radhe maj është po aq i rëndësishëm përpara nesh. Ai është 11 maj. Ta bëjmë këtë për veten tonë, për prindrit tanë, për familjet tona. Të votojmë numër 1, të votojmë Partinë Demokratike. Ta bëjmë këtë për veten tanë, për fëmijët tanë, për prindrit tanë. Të votojmë zotin Berisha kryeministër si e vetmja mundësi për të hequr qafe këtë të keqe që na ka zënë përfund. T'i japim fjalën njëri tjetrit që do të luftojmë deri në fund, që kur fëmijët tanë të pyesin çfarë bët ju, t'ju përgjigjemi me krenari. Ne ishim aty, ne luftuam, ne bëm të pamundurën dhe ne fituam, jo për vete, po për Shqipërinë tonë të bukur, Shqipërinë tonë madhështore. Fitore, fitore, fitore. Tani, zonja dhe zotrinj, është momenti që për të arritur këtë fitore të mrekullueshme më 11 maj në Berat, ne duhet të prezantojmë ekipin e fituesve të Beratit. Duke filluar me zotin Eno Bozdo, Zia Ismaili, Valbona Doko, Fatmira Kola, Parit Mahmutaj, Lefter Maliqi, Oltion Merdari, Besnik Osmani dhe Thomar Umnici. Tani, zonja dhe zotrinj, është momenti të jap fjalën kryetarit Partisë Demokratike, zotit Sali Berisha. Të dashur qytetarë dhe qytetarë të Beratit, Kuçovës, Skraparit, Dimalit, të të gjithë këtij qarku në këtë shesh, kudo që jeni në Berat, në Shqipëri dhe në diasporë. Përshëndetjet e mia më të përzemërta, mirënjohjen më të pakufishme. Për mbështetjen tuaj, për energjinë, entuziazmin, optimizmin që ju i dhatë kësaj fushate, për shpresën që mbollët çdo minutë, çdo orë dhe çdo ditë. Anë mban Beratit, për optimizmin tuaj, besimin e madh tek fitoria e thellë e 11 majit, fitoria juaj, fitoria e çdo qytetari shqiptar, fitoria e Shqipërisë dhe e kombit shqiptar. I dashur zoti Fatmir Mediu, kryetari i Partisë Republikane, aleat i Partisë Demokratike që në themelimin e saj. I dashur zoti Filip Grepen, mik i shquar i Partisë Demokratike, përfaqësues i kryestrategut fitores më të madhe, më të jashtëzakonshme në historinë elektorale të botës, Krislas Sivita, fitores presidentit Donald Trump. I dashur zoti Eno Bozo,
kryetar udhëheqës politik i Partisë Demokratike dhe Aleancë për Shqipërinë Madhështore për qarkun e Beratit. Të dashur kryetar të degëve të Partisë Demokratike, të Beratit, Kuçovës, Skraparit dhe Dimalit, të nderuar kandidate dhe kandidat për deputet në Kuvendin e Shqipërisë, të qarkut Beratit, përfaqësues të shkëlqyer, dinjitos të qytetarëve të këtij qarku, krenari e vërtet për Partinë Demokratike, por krenari dhe për Beratin dhe Shqipërinë. Miqtë e mi, e diela është nesër, në duart tona është me afër se kur, me sigurt se kur, fitoria e shumë pritur, fitoria e merituar, fitoria e çdo opozitari dhe çdo shqiptari që ndjen në dejet e tij gjak shqiptar, ndjen në dejet e tij, në shpirtin e tij, përgjegjësinë më minimale ndaj Beratit, ndaj Skraparit, ndaj Kuçovës, Dimalit, ndaj Shqipërisë. Me 11 maj, qytetarët dhe qytetarët e Beratit dhe të mbarë Shqipërisë ftohen në vendimin e tyre historik, në vendimin e tyre nofta vendimin më të rëndësishëm të jetës tyre, për t'u nda me një të keqe të madhe që në mënyrën më të pamerituar i varfroi ata nga viti në vit, 12 vite me radhë, që në mënyrën më të pamerituar dhe jashtë çdo imagjinate la klasat e shkollave tona pa nxënës, shtëpit pa fëmijë, djepet bosh, të moshuarit në vetmi të thellë dhe të frikshme. Asnjë nga ne, asnjë shqiptar, kur nuk mund të ndronte, nuk mund të imagjinonte një Shqipëri të tillë në vite lirie, por kjo Shqipëri sot është realitet, është një realitet sirenat e cilit bien për çdo shqiptar. Ta shpëtojmë këtë vend, ta ndalim këtë të keqe me vetdijen tonë, me përgjegjësinë tonë si qytetar, me adhetarinë tonë si shqiptar. Miq, vetëm javët e fundit, po të marrësh lajmet, janë aq të trishta, aq të zymta për ne si kombë, më të zymta se për çdo kombë tjetër që nuk është në luftë. Njoftohet se ne sot kemi lindshmërinë më të ulët në botë për shkak të migracionit. Njoftohet se ne prej kaq vitesh kemi shumë më tepër vdekje se sa lindje. Desha në mat, një rreth i madh jo i vogël, një rreth me pasuri prallore. 13 lindje kishte patur në një vit. Imagjinoni.
kjo kudo, një boshatisje, një zbrazje, ndaj dhe 11 maj nuk është një ditë për partit, është një ditë për çdo qytetar që pranon përgjegjësinë që ka ndaj vetes ti, familjes ti, ndaj Beratit dhe ndaj Shqipërisë. Pra pranon përgjegjësinë qytetare, pranon përgjegjësinë kombëtare. Kështu që unë kam besimin më të madh se shqiptarët presin me padurim këtë ditë, për të qenë në lartësinë, në orën e mençurisë tyre, në orën e dashurisë tyre për familjen, për Beratin dhe për kombin, në orën e përgjegjësisë tyre, para atyre që s'janë dhe para atyre që do jenë, për të përmbush detyrimet tona. Miq, Tomasi është ishte këtu në këtë platformë zëri i trive shqiptar, nga të cilët këto 10 vite 620.000 me statistikën europiane kanë ikur vetëm në vendin e Bashkimit Evropian. Pra, shtrohet një alternativë shumë e rëndë para nesh. Do kemi ne si kombë rini apo do mbetemi krejtësisht pa rini. Kjo në fakt është alternativa t'jesh apo të mos jesh. Kjo në fakt është alternativa për atë cilës kombi nuk ka qenë ndonjëherë në gjithë ekzistencën e tij. Por unë besoj se të gjithë ne, se shqiptarët kësaj alternative do t'i përgjigjen me një besim të fuqishëm tek Shqipëria dhe te ardhmja. Unë duhet të asiguroj Tomasin se qëllimi më madhor i programit të Partisë Demokratike, i programit të opozicës shqiptare, është të sjell kombin në rininë e tij, të sjell kombin shqiptar në moshën e rinisë. Dhe kjo në një farë mënyre, duke parë gjendjen realitetin, të duket se është një lloj si të shpallësh se do të kaloj detin në këmbë, por jo, nuk është ashtu. Nuk është ashtu. Ju e shifni shkreshet mbushën, ju e shifni energjia, entuziazmi shpërthen në të Kataram. Çfarë është kjo? Kjo është pikërisht shpresa e pashur e shqiptarëve se kombi do rikthehet në rinë e vet, se kombi do rikthehet në të ardhmen e vet. Ndaj dhe unë, këtu nga Berati, shpall zotimin solem të aleancës për Shqipërinë madhështore, se sistemi arsimor i Shqipërisë do t'jetë sistemi më modern, sistemi që punëson dhe universitetet dhe shkollat në partneritet të plot do shtrohen, do funksionojnë në një partneritet të plot me ndërmarrjet publike dhe private. Çfarë do thotë kjo? Çdo universitet, publik apo privat, do të lidh marrëveshje me kompani për të ofruar praktik të integruar në program dhe do përfitoj mbështetje shtetërore për të gjithë praktiken që do garantoj për studentët që ndjekin dhe të diplomuarit që ndjekin këto praktika. Miq,
100 ditë të para do shpallim paktin kombëtar me rinin dhe për rinin. Ky pakt do garantoj çdo të diplomur brenda një viti punësim në sektorin publik apo privat. Ky pakt nënkupton krijimin e zyrave të karrierës në të gjitha universitetet me qëllime, jo vetëm orientimin, por ndërmjetësimin dhe punësimin e tyre në ndërmarrje publike dhe private. Startup Albania, rinia në sipërmarrje, do t'jetë shtyllë e këtij pakti, një fond fillimisht me 10 milion euro për të financuar startupet e çdo të riu, për të financuar projektet e çdo studenti, ëndrat e tij, 5.000 euro grant për çdo të ri që projekton për të nisur një biznes në Shqipëri. Grantet nga fondi kombëtar do të përdoren për startupe teknologjike, sociale, por dhe për fermerët e ri që duan të zhvillojnë fermat e tyre. Inkubator rajonal në çdo qendër të madhe për t'u afruar biznesmenëve të ri të gjitha lehtësirat për bizneset e tyre. Punëdhënësi që do punësoj të rit do ketë një ulje 70% me taksa. Po, shqiptarë duhet ta kuptojnë se të rit janë bërë si ujë pakt për ne. Ne do bëjmë gjithçka që ata të rrinë të ndërtojnë folet e tyre, tafmën e tyre në Shqipëri. Të gjitha këto 5 vite pas një taks për gjithë trejat dhe trit, për të gjithë djemë dhe vajzat, burra dhe gratë që u larguar nga Shqipëria në diasporën e migracion, kur të vendosin të kthehen në vendin e tyre. Kombi në rinin e tij vjen vetëm kur ne të bëjmë, të marrim çdo mas, që të rit të kenë çdo hapësirë për ëndrat e tyre këtu në Shqipëri. I garantoj se kotat në raport me Group Motion do t'jenë operative si në politik dhe në çdo fushë tjetër. Të rit do jenë promotorët kryesor të Shqipërisë së high-tech-ut, të Shqipërisë së inteligjencës artificiale, të Shqipërisë së kriptomonedha dhe blockchain, të Shqipërisë së data qendrave. Debat intensiv me influencer dhe TikTok do të nxitet në mbar vendin. Fjale e tyre, vendimet për trim, do merren vetëm me pëlqimin e tyre. Kombi duhet të ndryshoj tërësisht qëndrimin ndaj trive, në mënyrë që ata të mbeten këtu në Shqipëri, të mbeten berat. Për çdo çift të ri do ketë një grant 30.000 euro, me të cilën ai do paguaj interesat e kredis
Për çdo fëmijë, për fëmijën e parë 70 euro bonus, gjithqind vazhdim, për fëmijën e dytë 60 euro, për fëmijën e tretë nga lindja gjerë 23 vjeç, çdo shpenzim do merret përsipër nga shteti. Për fëmijën e katërt e njëjta gjë. Shkollat tetorshe, shkollat me ushqim, shkollat me teknologjinë më të lartë, mësuesit nuk do kenë rrogë ndër 1500 euro. Askush duhet harroj, askush nuk duhet harroj, se zemra dhe shpirti një kombi janë rinia, ndaj dhe ne jemi të vendosur të ndajemi nga kjo periudhë që na i largoj të rrit nga vendi si asgjë tjetër në tërë historinë tonë kombëtare. Unë garantoj qytetarët dhe qytetarët e Beratit se nuk jam sot këtu për karrierë time politike. Jo, t'ju them shumë i sinqert me ju. Unë i kam bërë karrierët e mia. Por jam këtu në një mision, sepse unë jam njeri për jush, që me qanë shpirti dhe zemra, kur shoh që klasat që mbeten pa fëmijë, kur shoh të moshuarit që mbeten në vetmi të madhe dhe në pasiguri të plot, kur shoh pensionistët që kanë shkri jetën për Beratin dhe Shqipërinë dhe numërojnë kafshatat apo s'marrin dot ilaçet. Nuk mund të pajtohem unë me këtë, kur? Jo kur. Kur shoh fermat që falimentojnë njëra pas tjetrës, dhe shoh pasuritë prallore që ka Berati, që ka Shqipëria, dhe shoh që ato plaçkiten në mënyrën më të pamëshirë nga një grup qeveritarësh, qendror dhe vendor që s'kan të ngopur, që ndajnë pasuritë tuaja njëri me tjetrin, që zhdukin qindra milion euro. Çfarë thoshte mbrëm? Lexojeni. Çfarë i thoshte mbrëm Edi Rama gazetarit? Kur gazetari e pyeste, po ai incineratori 130 milion euro që nuk ekziston dhe parat janë zhdukur. U djegshin incinerator, u thoshte. I thoshte gazetarit, u djegshin incinerator. Po kush të digjet? Gazetari që bëhet avokati juaj dhe i shtron me guxim një pyetje? Apo ai që ka vjedh 130 milion taksa tuaja? Dhe urdhroni se çfarë bën? Se çfarë përgjigje jep? Se çfarë kurajo ka? U djegshin incinerator ju. Sikur incineratori ishte një gjë dhe jo 130 milion. 812.000 pensione. O miq, 812.000 pensione janë 130 milion euro. Apo tjetra, makinën, për të lapë prapanisën e makinës, 10.000 euro në muaj. Të smurët vdesin në spitale, për ilaçe, vlezrit, motrat tona vdesin, fëmijët tanë vdesin për ilaçe. Ky Erioni i Beratit,
Ky është vlla siamez me velinë e Tiranës. Janë vëllezër këta. Këta kanë një model, vill taksat e qytetarëve. Ndaj dhe unë jam këtu para jush për të kërkuar 100 ditë, për të kërkuar që me 11 maj votoni për t'i dhanë kësaj aleance 100 ditë. Dhe unë ja fjallën ju. Ja fjallën e nderit këtu. Dhe vi këtu, pas 100 ditë do vi në këtë shesh. Do vi në këtë shesh të kju. Po, pas 100 ditë, në Shqipëri nuk do ketë pension ndën 200 euro. Sot 560.000 pensione janë ndën 172 euro. Në 100 ditë nuk do ketë rrogë minimale ndën 500 euro. Në 100 ditë, çdo biznes do paguaj për energjinë 3 herë më pak se që paguën sot. Në 100 ditë. Në 100 ditë, çdo fermer i Beratit, Skraparit, Kuçovës, Dimalit, do marë 5 fishin e subvencioneve që merr sot për fidan të mbjell, për kokë baktit mashtruar dhe për njësi prodhimi. Po, ku do gjej, parat janë, dhe o ktheju në parat, nuk do jo vjedhin më qeveritarët, se të parat janë të gjitha. Po. Garantoj, në 100 ditë, taksa armiqësore ndaj fermerëve do t'jetë simetrike, si në blerje dhe në shitje, kështu që janë ata që do përfitojnë, të vëshër. Miqtë e mi, çdo pensionist, çdo rrogult do ketë kartën e konsumatorit, me të cilën ne do i rikthejmë 450 euro që është të vëshëja e ushqimeve bazë. Pra, ata do i blejnë 20% më lirë se të tjerët. Në 100 ditë, për ju, për çdo qytetar, për çdo fëmijë, për çdo të rritur, për çdo pensionist, Shqipëria do ketë listën e rubrikës italiane për rimbursim të ilaçeve. Po. Për rimbursim 100%. Nuk them unë shëndetësi falas pa sigurime shtetësore, atë nuk e them. Po liste për rimbursimin e listë italiane do ta ketë çdo qytetar shqiptar. Në 100 ditë, nafta të cilën kjo qeveri ju merr ju për litër të naftës 1.1 euro, nuk do mund shitet kur më shumë se plus minus 10% se sa shitet në Maqedoni dhe në Kosovë. Pra, çmimi i saj do bjeri 40-50%. Miq, në 100 ditë, çdo sipërmarrje në vend të 23% atim fitim do paguaj 10%. Por në çdo sipërmarrje
Rrogat mbi 500 euro do rriten automatikisht me 13%, sepse dhe ata paguaj 23% tatim fitim mbi rrogën. TVSH-ja do zbres në 15%. Çfarë synojmë ne? Pse i duam këto 100 ditë? T'ja u kthejmë ju parat, dhe e dyta të krijojmë një mundësi të re për çdo shqiptar, të tjerat i bëni ju vetë. Por një gjë t'jeni të sigurt se ky është programi më i mirë. Dhe është ky program, dhe qëllimi që të mundet me eksperiencën që kam, por e vërteta është edhe me ndjeshmërinë dhe pasionin, me ndjeshmërinë që kam ndaj hallave të njerëzve, ndaj këtij shkretimi të madh të kombit tonë, të bëjmë gjithçka për një kthes rrënjësore, brenda 100 ditëve të ndezim fuqishëm motorët e shpresës në këtë vend. Na prish shpresa, besimi tek Berati dhe Shqipëria. Unë ju garantoj se kjo është rruga drejt Beratit madhështor, drejt Shqipërisë madhështore. Rrof shiu, rrof Berati, rrof fitoria, fitore.